Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të komentuar pak rreth fermës VIP. Ferma këtë vit duket që do t'jetë një spektakël i papar. Edhe pse jemi në ditët e para, edhe pse jemi në javët e para, brenda asaj shtëpie ka më së shumti dashuri, sesa dinamika, sesa zënka, por unë nuk do të them që këto gjëra nuk do të fillojnë. Mimoza ka arritur të merr një vëmendje të jashtëzakonshme. Publiku e duar troket, humori i saj është gjithandej, por edhe leksione që Mimoza i jep brenda asaj shtëpie kanë filluar që të jenë një dëgjues e mirë, kanë filluar që njerëzit ta vlerësojnë dhe ta duartrokasin këtë profil. Një profil që realisht ka qenë jashtë, por nuk e kanë duartrokitur dhe nuk i kanë dhënë hapësirë. Çfarë arrita të kuptoj nga Mimoza? Imagjinoni tani, një grua e cila gjithë jetën ja ka kushtuar shkrimit, një grua e cila gjithë jetën ja ka kushtuar dijes, një grua që nuk është marrur me trendet e kohës, një grua që nuk është marrur me Instagramrat, por ka jetuar jetën reale, politika, jeta jon, njerëzit tanë nuk e kanë vlerësuar. Dhe jam prekur aq shumë sa që dëgjoj nga goja e Mimozës, teksa po flet me banorët që i tregojnë që ka prajme 2 herë në javë, domethënë, Mimoza e ka sikletin më të madh se nuk ka se çfarë të veshën, sepse nuk ka rroba. Imagjinoni se në çfarë jete të vështirë ka qenë Mimoza dhe sa e anashkaluar dhe e pavlerësuar ka qenë. Tani, unë jam shumë i bindur që Arbana dhe Eduardi e kanë mbyllur këtë kapitull se kujt do t'ja japin çmimin e madh, sepse Mimoza e ka shndruar këtë fermë në një viralitet të vërtet. Por sa keq më vjen nga institucionet, nga njerëzit adekuat, që marrin përsipër të udhëheqin një institucion dhe nuk i shohin gjërat në detaje dhe nuk vlerësojnë njerëz që duhet vlerësuar dhe nuk u japin mundësi njerëzve që duhet u japin mundësi. Dhe del një ferma VIP, një reality show që jep mundësi këtij personazhi dhe mundohet që t'i ndihmon në jetë edhe ta rikthen në botë, pasi që shpresa e saj kishte humbur plotësisht. Domethënë fjalët që kam dëgjuar nga goja e Mimozës ishin që në këtë botë kaq të rëndë, unë atje jashtë jetoja vetëm me njerëz të këqij, sot unë këtu po përjetoj qetësinë, domethënë kishte kaluar strese të mëdha nga faturat e rrymës, nga pagesat e mëdha që Mimoza duhej t'i bënë. E dhimbshme në fakt është fakti që po dëgjoj një grua, një personalitet që të flet në këtë formë. Banorët u treguan shumë zemërgjër me Mimozën, u munduan që t'i ndihmojnë, u munduan që t'i japin rroba, por unë kam arritur që të kuptoj që gjatë spektaklit, por edhe në vazhdim, ferma VIP ka përgatitur një super mundësi për Mimozën që në të gjitha prajmet do të ketë rroba speciale edhe do t'i japin shumë surpriza brenda asaj shtëpie për të kompletuar atë shpirtin e saj dhe për të krijuar vetbesimin që ajo është një njerëz që ja vlen dhe është e veçantë. Për mendimin tim është e veçantë dhe unë do ta mbështes gjithmonë. Domethënë ferma ka kaluar në ditë shumë të bukura. Mimoza mundohej që të nxjerrë çdo gjë nga banorët, domethënë po ta shikoni mirë, Mimoza është pjesë e debateve në mënyrë të qetë, në mënyrë delikate, në mënyrë të shkolluar, domethënë flet me to, mundohet t'u nxjerrën lojën, është dinamike, është duke bërë lojë, rolin e kryefermeres e ka qarë fare, domethënë ka qenë në një disiplinë të papar dhe ka shkëlqyer brenda asaj shtëpie që nesër pritet të ketë një rol të rëndësishëm. Unë mendoj që Mimoza është fenomeni i krijuar nga ferma VIP. Çfarë mendoni ju për këtë situatë?